Në fshatin Zharrës në Patos, rreth orës 11 janë konfliktuar 3 shtetës, ku si pasojë është plagosur me një mjet prerës kaçavid, një 35 vjeçar. Sipas informacionit të policisë, ngjarja ka ndodhur pas një debati për motive të dobta, ku janë përfshirë shtetasit AN 35 vjeç dhe N 68 vjeç, babë e birë të 2 banues në Zharrës, si të shtetasi DG 60 vjeç. Nga hetimet e para rezulton se konflikti ka degeneruar në përplasje fizike. Shtetasi DN dhe i biri AN kanë goditur me grushte shtetasin DG, i cili më pas ka reaguar duke plagosur 35 vjeçarin me një kaçavid. I plagosuri është transportuar menjëherë në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërsa shtetasit DG dhe një shtetas tjetër MG ndodhen në ambientet e komisariatit të policisë ku po merren në pyetje. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të konfliktit dhe për verifikimin e përgjegjësisë penale të secilit prej të përfshirëve.